Po tu është ta marrim macën. Sa të mire janë. Ke di macën në shpiku? Jo, s'kam, unë kem ta marrim i macën. Ka 6 macë këtu të më thënia që presin këtu jashtë pak, dhe herë pas herë japim edhe një ushqim. Ato nuk është të hanë shumë, dhe maca s'pjerë fare. Maca janë të mira shumë. Janë brënda? Janë krijesa të mira. Janë të papare, janë të pavarura. A mund të bjem një macë këtu në studio, por se janë të mira ato shumë. Është dhe e premte zezë, sot kulla, pse është e premte zezë sot? Është shpjegim teologjik, sepse janë pashkët katolike. Janë pashkët katolike në duket pas nesër? Dhe të premten mendohet 2 ditë para. Opa, a shqyqyr marë më shëndet, më Allës alergjijat. Shqyqyr që ma bërë e këtë njërë në studi, se kështë e bërë asë njerë, kështë bërë gjithkohën gjatë reklamave. Bëj edhe njerë, e keme 2-3 herë? Duhet në vi. Sa e bukur është kjo të shtima, sa e bukur është. Unë vdes kërë vjen kjo, mua së në vjen asë njerë në studi, është çudi e madhe. Edhe çështja është mendohet që 2 ditë përpara është kryqëzuar Krishti, domethënë tek ajo normal pra. Rruga e Golgotës, pra rruga e kryqit, edhe në Jeruzalem. Po. Edhe pastaj të dielën është bërë ngjallja dhe kemi festën e Pashkës. Katolikës, ortodokse. Ortodokse kanë javën tjetër. E dëgjoj, e premte zezë sot, po jo detyrimisht me që është e premte zezë është e keqe apo jo kulla? Jo. Është e keqe sigurisht për ata që besojnë shumë. Për besimtarët? Lind Starlinku rus pas vet zgjerohet pas vet që ras vet se thash pas vet, më fal. Ras vet ja ku është, e nxori letjet e ky ekrani këtu, dhe u nxjerr dhe ju atje ja ku është. Ras vet quhet Starlinku rus. Ras vet do të thotë agimi. Agimi. Në mëngjes me fjalë. Pra agimi, po, është agimi një koke të re. Që agon diçka, po ras vet zgjerohet lufta në hapësirë, sigurisht. Betja për internet, Starlinku për gjithë që nuk e dini është ky invencioni i kohëve të fundit që ka plasur Elon Musku dhe që furnizon me internet pjesë të tëra të globit sa që kanë probleme. Për shembull, nuk e di a vazhdon akoma në Ukrainë Musku të jap internet. Po, vazhdon. Nuk e di tani në Iran a është apo jo? Jo, po iranianët përdorin Starlinkun për të lëshuar dronët dhe raketat. Seriozisht e ke? Nga një burim? Po, nga një burim. S'ka mundësi kjo kulla. Po. Po dale se po të jetë kështu atëre i bie që jo, ta shpjegoj. Ai problem. Jo, ka ta shpjegoj. Prandaj kjo që ka ndodhur është revolucion i madh, sepse rusët me këtë gjë që po bëjnë Starlinkun e tyre, sepse këto lloj si ka lidhje kjo pjesa e filmit që kisha qef fund vendosim sot, që ti vdes për atë film me këtë të dytën. Po vendose. E kuptoj. Po pse ka lidhje me të dytën? Me të tretën. Me të tretën. Me të fabulën e tretë, po. Kulla çfarë është tani më vëlla? Dhe mund të më thuash ç'lidhje ka kjo me këto luftra që ne po shohim në këto momente, luftrat teknologjisë lartë. Ka lidhje. E para. Starlinku është revolucioni i sistemit të internetit në botë, pasi janë 1000 satelitë që janë lëshuar në orbit, por janë lëshuar në orbitën e afër, janë rreth maksimumi 1500 km nga toka, ndërkohë që ata satelitët që njohim ne, ata të dikushëm ushtarakët e tjerë, se duhet kuptojmë që çdo gjë që ne përdorim sot interneti, çdo gjë ka qenë në kohën e luftës së projekt ushtarak. Po, ushtria e bën të gjitha. Dhe nga projekt ushtarak kemi kaluar në projektin civil. Dhe çdo shpikje në fakt, po thuaj se çdo shpikje fillon nga ushtria kulla. Nga siguria nga siguria, po. Dhe në botë Starlinku ka një sistem 1000 satelitësh, të cilët komunikojnë mes njëri tjetrit dhe kalojnë gjithçka, pra çdo të dhënë data, gjithçka që kemi ne kalon në këtë sistem. Dhe ky është i pavarur dhe autonom. Tash ta shpjegojmë pse është i pavarur dhe autonom. Sepse satelitët nuk jo domosdoshmërisht duhet të komunikojnë me tokën. Ata mund t'i kalojnë dhënat njëri tjetrit. Imagjino tash një rrjet madhe rreth globit tokës. E kemi parë në fakt. Është dhe në qiell, duket ajo kurrecin ato. Është kapur, është filmuar e gjitha. Ecë njëri pas tjetrit. Si me qenë tren në ajër. Dhënat mes njëri tjetrit satelitët dhe kanë edhe mundësinë që këtë gjë ta bëjnë në mënyrë të kriptuar. Erdhi uji. Pra sistemi përveç se është autonom, i pavarur, sistemi është edhe i kriptuar. Tani, çfarë kanë bërë rusët? Kanë kopjuar po të njëjtën gjë, por me gjeneratën e fundit të teknologjisë, dhe e kanë bërë pra razvetin, kanë lëshuar 30 satelitët e parë, me premtimin që deri në 2027 do lëshojnë 300 satelitët e parë, ki parasysh që Starlinku ka 1000, dhe deri në 2032 duan të mrrinë 800 satelitë. Pra, në këto momente po flasim, nuk kanë lëshuar akoma apo jo? Jo, kanë lëshuar 30 parë. Dakor. Dhe me prioritetin që sparit do sigurojnë hapësirën e mbi Rusi, ki parasysh që Rusia është shteti më i madh në botë dhe ka një shtrirje shumë të madhe. Sigurisht.
është më i madh se Irani, më duket, sepse Irani Rusia është shumë e madhe se Irani. Irani është sa 3 Franca, më duket, kulla? Irani është sa 2 Franca e gjysmë, po. Sa 2 Franca e gjysmë, po. Ndërkohë Rusia është shteti më i madh në botë. Qartë. Dhe tani Është më e madhe edhe se vetë SBA-ja, më duket. po shumë e madhe se SBA-ja. Si gjeografi, po. Rusia fillon nga kufiri që kemi ne këtu me Turqinë, përfundon Japoni, domethënë, kaq larg, kaq Shmënduri. Kur ka marrë njerën nga Japonia mbi Turqi, me fluturim direkt, me presidentin Meta, 13 orë fluturim, nga cilët 12 orë ishin vetëm mbi Rusi, për të kuptuar se më. Pyta. Dhe tani, hapësira e cila rusët synojnë të kontrollojnë, për momentin është vetëm hapësira mbi Turqinë, ose vendet, hapësira mbi Rusinë ose vendet rrotun, por në të ardhmen ata duan të bëjnë të njëjtën gjë që të kenë gjithë globin. Po ku e kanë prioritetin? Nëse Elon Musku e ka pas prioritetin civil edhe ushtarak, ta kanë prioritetin ushtarak edhe civil. Pra po them, satelit që komunikojnë me njëri tjetrin, afër tokës, që japin internetin në mënyrë të pavarur, për industrinë, për ekonominë, për bankat, për gjithë shka që ka të bëjë me pjesën civile, por edhe gjithë shka që ka të bëjë me pjesën ushtarake. Tani që të ta përktheun, imagjino, iranianët futen tek sistemi europian i satelitëve dhe tek sistemi i amerikan i satelitëve ky i Elon Muskut, dhe kanë bërë ato që kanë bërë me raketat që kemi parë ne dhe edhe me dronët, sepse është njëjti sistem të dhënash Starlinku dhe ky europiani me cilën fluturojnë dhe avionët aviacionit civile dhe internetin që kemi lart në avion, pra gjithçka që kemi sot. Tani imagjinoje këta t'ia vënë në dispozicion vetes, se Kina po zhvillon një të vetin, t'ia vënë vetes edhe t'ia vënë dhe iranianëve në dispozicion, imagjino se sa rritet pushteti dhe autonomia ushtarake. Prandaj them, kjo luftë, nëse të kujtohet para 4 vjetë e diçka kur filloi lufta në Ukrainë, kemi thënë, përveç që kemi të bëjmë me luftën më të madhe e tjerë, kam thënë kemi të bëjmë edhe me fillimin e luftës së parë hapësinore. E ke thënë këtë bravo, tani më kujtohet. Luftës parë botërore hapësinore. Dhe kjo është dëshmia e kësaj. E kemi pas snabur me titull në emision. Lufta e parë hapësinore. Sot amerikanët kanë dërguar një madje një anije për dërguar edhe një herë njeriu në hën. Jo dje, ka disa ditë dhe kanë shfaqur pamje të jashtëzakonshme nga lart. Po jo në hën, rreth e rrotull hënës. Po në hën. Tregon që ajo e para në vitin 60 sa ishte, 70 sa kur i kanë gjasme për të parë gjithashtu. Ajo ngelet mister. Ajo ngelet mister, por ngelet mister, se fakti që tani këta vend thjesht për ta testuar, të vinë rreth rrotull, jo për të ulur, tjetra Artemisi tjetër mund të ulet. Tregon që na kanë gënjur me ato paront. Ngjarjet që kemi. Mendoj unë. Edhe Artemisi i NASA-s, edhe Razveti tregojnë që jemi në një fazë të re të zhvillimit të luftës hapësinore. Po më fal, pse krahasonti me Artemisin kulla këtë Razvetin? Jo, ndodhen në njëjtën kohë, nuk është se krahason. Okej, mendova se mos. Ndodhen në njëjtën kohë. Janë 2 lajme të cilat po ndodhin në njëjtën kohë. Tani një gjë nuk ma the. Këto në hapësirë, qoftë Starlinku, qoftë ky Razveti. Në hapësirë këto, mund të më thuash me çfarë energjie se ato nuk është se ulen, nuk është se me çfarë furnizojnë. Momentin që del... Nuk ka nevojë për energji? Jo. Sepse rrit brenda asaj? Po. Po mi pastaj kur duan të ulen? Si ulen, ato azhësohen në ajër, domethënë. Seriozisht e ke? Po nëse të kujtohet kur... Po mirëmbajtja? Si e bën mirëmbajtjen? Është parashikuar përpara... Diellore më thonë, diellore. Dhe kanë stacionet hapësinore. Është diellore. Po është diellore, po kanë stacionet hapësinore, tash është autonome ajo. Duhet kesh parasysh diçka, Arian, që kur filloi lufta në Ukrainë, sateliti i parë që u azhësua dhe u azhësuar me lazer, se këto mund kthehen dhe armë në hapësirë, ka qenë sateliti i Eutelssatit që rrinte mbi Poloni. Sateliti i Eutelssatit përdorej për stacionet televizive, por në të njëjtën kohë ishte edhe satelit që përdorej për qëllime ushtarake. Dhe rusët gjën e parë që kanë goditur para se të fillojë lufta, ka qenë sateliti i Eutelssatit, i cili ishte prodhuar nga 2 kompani, një franceze dhe një italiane, dhe u azhësua pikërisht që të ishte Ukrainës dhe mundësinë e pasurit të dhëna ushtarake nëpërmjet... E kam dhe unë atë antenë Eutelsat në shtëpi. Tani imagjino, e kam pas se di. Një saç i bukur i madh shumë, tani sy mën puna. Tani kjo tregon që jemi në zhvillimin në të njëjtën kohë edhe kinezët po bëjnë një rrjet të tyre si Razveti. Pra Razveti është zhvillimi i një kompania quhet Byro 1440, kompania ruse që po zhvillon këtë, se edhe kjo është një kompani private. Me kuptohet me kapitalet dhe shtetet e tjerë,
Dhe jemi në zhvillimin e një epoke të re të luftës hapësinore. Pra, kjo është lufta e parë botërore hapësinore. Ndërkohë që ndodhin këto lufta në tokë, kemi dhe luftën në... Po të paktën deri tani në këto momente, kjo nuk është luftë që të vret fizikisht apo jo? Po pse ato raketa me çka kalojnë? Ti thua kalojnë nga kjo? Po me satelitë, me paktën në rastin amerikan, në rastin iranian. Ti thua i drejtojnë satelitët? Nuk kanë GPS ato? Do shfryzosh, kanë dhe GPS, po do shfryzosh të dhënat satelitore që të kesh goditje precize. Po, jo, po. Falësisht e mundur që iranianët godasin dhe çajin për ditë rrjetin më të sigurt të mbrojtjes që është ai Izraelit. Pikërisht nëpërmjet saj, ata futen në sistemin e satelitëve që përdorim në Evropë, që prodhon Thalesi dhe Aerospace, Thales, Alenia Space edhe Aerospace, pra dy kompanitë mëdha europiane, franco-italiane edhe britanike, dhe futen marrin dhënat nëpërmjet tyre, që janë dhënat që përdorim ne në aviacionin civil, që përdorin avionët kur kalojnë dhe godasin. Imagjino me një rrjet komplet autonom satelitësh. Ledio, ti nuk i morë ato imazhet, s'ke faj në fakt. Ti kishim ato imazhet nga hapësirat që i nisa unë shumë të bukur ajo, por të e di, po shumë të bukur thjesht, por e di që bën shumë, por një moment mund ta epim një më burse, nuk është një problem. Shumë me këtë rastin e kësaj të razvedit dhe do të shkonin shumë. Dhe duke toka është, janë pamje brillante dhe janë tani, nuk janë të vjetra, më kupton? Jo, për shpërdit kjo ndodh. Pra, edhe momenti që ne flasim... Tani e të lëshojnë pamje, po. Kur ne themi telefoni, si bëhet? A kupton, është gjuna që ne nuk i përdonim qoftë dhe 3 sekonda këto. Se të janë lajme, mërë, por mund të ishte një lajme vete kjo. Unë thasë të dojmë banin, po nuk e di se nuk e bajtë. Të kujtohet kur u bë sherri Elon Musk Trump? Iku Elon Musk nga qeveria? Po, si s'kujtohet. Një moment u çmend Elon Musk tha, ja hoqja ju lash dhe pa internet. Dhe pa internet. O, qetësos, kupton se u çmend, kupton? Dole jashtë kontrollit. Pyet dikush kulla, zoti kulla, nëse marrim të mirë qenë, e ka për të parë në fakt. Nëse marrim të mirë qenë prendimet e fundit të Iranit për rëzimin me një F-35 në territorin e vet, ndonë tani deri tani që F-35 u godit dhe ul në Kuvajt, kjo është... Personi me s'duket është dyshues i madh. Kjo është dëshmi publike e burimeve të Pentagonit, nuk po flasim për gjëra që... Kemi më shumë konfirmime për një F-15 thot Strike Eagle, se sa për F-35 lajt... Jo, F-35 u godit dhe ul në Kuvajt dhe është lajm publik i konfirmuar nga Pentagonit. Ja, ma të lexojmë jashtë sot, Po, okej. Kurse F-15 është lajm i sotshëm. Nuk ka lidhje me ty kjo, mo. Ka qef të jap informacione të shohim çfarë thot. A jemi përballë një momenti që sfidon mitin e padukshmërisë absolute të avionëve stealth? Jo, ne kemi ditur që t'japim përgjigje. Duke shtuar një dimension më spekulativ, nëse në përpasken Irani ka akses të bashkëpunim me sisteme S-400 Triumf, a do të thotë kjo teknologjia e mbrojtjes ajrore po e barazon fushën e lojës me surfuqit ajrore? Pra, a jemi në prag të një epoke ku hapësira ajrore ku e përsia ajrore nuk garantohet më nga teknologjia, por nga kombinimi i inteligjencës, rrjeteve dhe luftës hibride. Po. Saktë ka apo jo? Prandaj thashë të lexojmë në fund, sepse nuk e kishte me... Po. Se dikush ma dërgon këtë, jam kurios. Po, nuk e di. Jemi në këtë pikë. Një dhe tjetërit. Tani u përlejtojmë mesazhet tuaja se sot për fat keq kishim marruar, se na kishte marrë priza atë. S'kemi iPadin të lexojmë pyetjet në QR kod. Pyetjet tuaja, kështu që po i lexoj ca pyetje që kanë dërguar në WhatsApp. Orçani bënte një ish kolonel amerikan, thot, një analist e Al Jazeera, thot, dhe thoshte që F-18E është avion i futur në shërbim që në mesin e viteve 80 dhe është avion 40 vjeçar. Është plotësisht e mundur të rrëzohet si me S-300. Por s'ka rënë F-18, ka rënë F-15 apo themi. Dhe e dyta... Me raketë rëshohet nga krau. Se me S-300 që si me raketë që rëshohet nga krau. Dhe piloti është shprehur nga shpëtuar nga ushtria USA me ndërhyrje me helikopter. Se di për ato 27 qytetet tokë, ndoshta ekzistojnë, nuk i di, ndoshta ato i di vetëm CIA dhe Mossad, skuptohet kulla nga i ka këto burime. A kjo e dyta. Burimet i kam gjithmonë sakta, prandaj arriti them para... 21:32, po pa tjetër. Prandaj dhe njerëzit me zit presin çdo të premte kulla. Lind Starlinku Rus, ras vet zjera lufta në hapësirë, çfarë perle. Më në dio çash kjo tani, se më duket se do plasësh diçka. Mos thuaj që i morë imazhet e asaj në hën. Jo? Po. Çfarë perle. Nuk e mbyllu emisionin sot Ledio Postma do nga hëna, po.
E kam fiksim keq. Po unë them ti mbushim avionët tjerë edhe... Ikim mbushim e pak. Ikim mbushim e pak tani ku se harxhon me energji, vlla. Okej. Se dakord ato janë me diellore, po ne këtu po nuk hodhëm naftë edhe kështu benzinë ose gaz, aha. Vetëm te SPO Ili ju kam thënë miq, ndryshe keni çek motori. Mos e fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj. Kaloni në rrugë dhe thonë, mos mbaroj karburanti, mos jam në fund, mos më doli e kuqja. Jo. Mos e lini te e kuqja, se pastaj duroni të fuseni në çdo lloj zorre të mundur, edhe e shkatroni makinën. Dakord, i merrni frymën, shkoni vetëm te SPO Ili, është i vetmi karburant cilësor, 100% i pastër, benzina dhe nafta, pa hile. Shikojnë sa logo e bukur është, SPO Ili, the fuel of champions, bravo Said. Gjithandaj i keni, unë për vetë shkoj te rruga e Vajës, ndonjëherë te bloku, më shumë te rruga e Vajës, se bloku ka trafik. Te rruga e Vajës, po e keni dhe janë Shtinarës. Bravo Said, je i paparë. Është rrit pak çmimi, po, pa marrja vlen me një produkt të saktë, të pastër. Dakord?